Në Pogradec vijon fushata Tetori Roz, ku mik specialistë zhvilluan një takim sensibilizues me vajzat dhe gratë të ndërmarrjes së gjelbërimit në bashkinë e qytetit për ndërgjegjësimin e tyre ndaj kancerit të gjirit. Në kuadër të muajit ndërkombëtar të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, Njësia Vendore Kujdesi Shëndetësor Pogradec ka nisur një seri takimesh me komunitetin lokal, duke e kthyer tetorin në një muaj sensibilizimi dhe kujdesi për shëndetin e grave. Juftoj që sapo të vijë makina e mamografisë pranë Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor, do të jeni ju të parat të cilët do të vini që të bëni atë vizitën e munguar. Dhe pastaj të fillojmë me gratë e fshatrave, se me thënë vërtetën ju kemi dhënë një prioritet grave të cilat nuk e kanë atë mundësinë sepse janë në zona të largëta, siç është Trebinja, Velçani, Proptishti, pasi makina vjen 2 herë ose e shumta 3 herë në vit në qytetin e Pogradecit. Nuk është e pamundur të bësh mamografin, por do ju tregoj vetëm rrugën. Paraqituni ke mjeku i familjes, tek mjekët e parësorit. Ata do t'ju mbushin një rekomandim. Mendoj që gjërat nuk janë kaq të pamundur, por ndonjëherë ne i bëjmë të pamundura dhe pak neglizhenca siç e kanë dhe gratë shqiptare. Rëndësia e diagnostikimit të hershëm është çelësi që shpëton një jetë njerëzore. Takimi nënvizoi faktin se çdo grua duhet të bëjë kontrolle të rregullta pa frikë dhe pa vonesë për të parandaluar sëmundjen në fazat e saj fillestare. Në takim u shpërndan materiale informuese dhe ofruan këshilla për mënyrën e vetkontrollit. Aktiviteti u zhvillua në moton "Diagnostifikohu, shpëtoj jetë", duke përcjellë mesazhin se kujdesi ndaj vetes është forma më e lartë e dashurisë për jetën. Ky slogan u bën thirrje për të gjitha vajzat dhe gratë e zonës që të veprojnë me përgjegjësi për shëndetin e tyre. Ne sqodhëm gratë e gjelbërimit për të bërë një ndërgjegjësim, por jo vetëm me gratë e gjelbërimit, por janë bërë dhe një sër aktivitetesh si në fasoneri, gjithashtu në shkollat e rrethit të Pogradecit, si në Rëmenj, në Buçimas, në komunën Çerav. Dhe aktivitetet do të vazhdojnë me bashkinë e Pogradecit, pra me gratë e bashkisë së Pogradecit, me gratë e burgut Pojs. Në këtë kuadër, gjatë gjithë muajit tetor do të vijojnë takime të ngjashme me gra dhe vajza të njësisë administrative, duke e shtrirë fushatën në çdo cep të Pogradecit. Këto nisma synojnë jo vetëm të rrisin ndërgjegjësimin, por edhe të krijojnë një kulturë të re kujdesi ndaj shëndetit të grave.